Tregon një nga mitet më të mira. Ai shqetësimi për mirë është një gjë vërtet. Vendoset tamam pikan mbi. Kjo se nuk ka mirë, atje nuk ka asgjë fare. 97 kur u mbyll Mirja, Krishmëria ka kapur atë ku s'mbanta. dhe përshëndetje të gjithëve. Po ta dija që ky grumbullim këtu do shkote të dom si gjithë grumbullimet shpesh herë që ne kemi bërë përpara fushatave me pralla dhe me historina edhe me premtime, unë nuk do të isha këtu mes jush dhe nuk do ta çelja këtë takim kaq modest. Damian, unë do të të prezantoj herë dhe do ta filloj prezantimin nga ky burri këtu, që është legjenda e Butrintit dhe unë midhjet dhe gjithë punë e midhjeve kanë filluar me këtë burr, jam i emocionuar që i ka 2 djem si drita, i ka rrit me punë, i ka rrit me vështirësi dhe nuk du gjë tjetër në jetën time, po të mbohen dhe djemt e mi, njësoj si janë bot djemt e këtij burri. Ai aty që i kem krah tjetër, ai është njeriu që e ka marrë në dorë Butrintin, është shefi i shoqatës. Zotnia tjetër atje është nga peshkatarët më të përkushtuar dhe është njeriu që, me thënë drejtën, jep të gjithë impulsin në sektorin e peshkimit dhe tanijeve. Dhe aty kemi edhe këta që unë i kam vjedh klient knetën e Butrintit, janë këta peshkatarët e Dajlanit, dhe përveç këtyne është edhe Nasho, që ju e dini, besoj që gjithë to televizionet e Tallavas janë me emra organesh, Syri, Veshi, Shpretka, Tomthi. Më kanë thonë mu që unë kam morë Butrintin, kam morë gjithë implantet, unë kam morë knetën, ja kam morë këtyne peshkatarëve këtu Dajlanin, dhe mbi të gjitha dhe Nashos që e kam ndihmu për mos me agrabit politika knetën, Nashos shkret që e njifni që të gjithë sa punëtor është, edhe atë e kam morë unë, dhe të gjithë zonën e Sarandës e ka Rozafa. Tashti, ti kthehemi problemet tona. Unë po informoj Damianit dhe po i them, jam këtu sepse Damianin e kam njohur 2 vjet dhe shaqi me provë dhe ka qenë në Elbasan. Në Elbasan Damiani krijoi një klim aq të mirë të gjithë biznesit, të gjithë imprenditorëve. Dhe Damiani ishte për ne në Elbasan, ishte dera e hapur kur i binim derës në mes ditës dhe në mes natës për gjithë hallet që ne kishim si biznes. Dhe po mos ishte ky Damian që unë e kam njoft, unë po ju them edhe herë tjetër, nuk vija këtu për pradat e politikës. Tashi Damian, ajo kneta atje, le të flasin ta, për mu është e marume. Duhet jetë një drak, duhet fut ujti, dhe si vjet gjithë ta të midhjeve le të flasin, nuk kanë marrë as i kile prodhim, sepse vjeti kanë ngorë dhe gjitha dhe nuk është marrë si mas. Një. E dyta, duke u fut ujti, këta zotin që punojnë të Tajlani, ditë natë, jo nja 20 burra, 30 burra, zisa janë, nuk morin kapacitetet e peshku, sepse Butrinti po kthehet në knet. E treta, ujti i bistrisës që duhet ta freskoj, duhet hyj aq sa duhet, jo më tepër sepse shkatron midhjet. E katra, gjithë zona e peshkimit dhe gjithë anijet janë anijet në port që po përplasen në njëna tjetër, nuk ka mos skandal, nuk ka i port Saranda, nuk ka një markat peshku. Gjithë to problematika dhe tjera që do t'i shtroni ju folini, nuk është histori fushate me këtë burr, po është histori që ky do t'ju vi mrapa. Dhe po s'ju erdhi mrapa, po ju garantoj unë, fytyrën time, merruni me mua, se do merrem unë me këtë. Unë. Ti e njoh si mirë këtyre problemeve dhe kur doja të bësh bisedoja me ju, patjetër i kërkova ndihmën e Lucës. Se i njeh problemet e peshkimit. Unë kam pasur profesor në shtëpi që është marrë me biologjinë detare i madh dhe detin e kam dashuri. Natyrshëm ajo që u tha këtu bën sens. Ne bëjmë bisedë shumë shtruar me një tjetër, bash bisedime, dhe unë nuk marr përsipër të zgjidh çdo problem. Jemi sinqert. Nuk jam njeriu që kam shkopin magjik dhe të them që gjitha këto do bëhen. Për gjërat që kanë sens, janë logjike dhe që janë dorën time për të mbështetur, këtë do ta bëj deri në fund, edhe duke u përplas. Kam kurajën, kam dhe aftësinë për të argumentuar diçka. Dhe mua më bën sens që shteti nuk e ka problem të investojë disa milionë euro për thellimin e asaj lidhje, sepse këtu bëhen shumë investime tjera, po ky është investim që ndikon direkt në prodhim, në ekonominë tuaj. Dhe së bashku do bëjmë gjithçka për interesin e punës, që nuk është thjesht interesi juaj personal, është interesi i kësaj ekonomie. Kur them po për një gjë që e kam dorë, këtë do ta bëj deri në fund. Pak më parë po bisedonim me njëri tjetrin, lidhje me çfarë mund të bëhet lidhje me portin, po bëhet një port i ri, që mund të jetë port turistik, por aty mund të parashikohet shumë mirë edhe pjesa e portit që do t'i vlej peshkimit. Do lobojmë për të mirën e mundshme, ai është një aset publik, tashmë dhe privat, pra një partneritet publik dhe privat, dhe shteti i ka ca të drejta të cilët mund të integrojë te ky lloj
koncesionar. Natyrisht që këtu jemi para një palë zgjedhje, nuk do të flas shumë për diferencat mes partive, sepse tashmë e keni të qartë. Pala tjetër mund të premtoj shumë, po njeriu që s'ka dhënë prova, s'mund të qesi më qetë, se s'ka dhënë prova. Dhe madje ju jeni dëshmitar që gjatë qeverisjes tyre nuk është se pam në një alternativë bindse për sa i përket zhvillimit qoftë Sarandës, po qoftë edhe Shqipërisë. Kurse në krahun ton ka një alternativë. A është më e mirë e mundshme? Sot mendoj po. A ka nevojë për përmirësim? Po pikërisht ky është dialogu që dhe unë duhet mësoj. Duhet mësoj nga ju. Ama vullnetin dhe veshët i kam të hapura. Një gojë kam unë, një herë do flas, po do të dëgjoj 2 herë lidhen me problemet tuaja. Në mënyrë që ato probleme të mund të integrohen tek politikat e qeverisë edhe për çështjen që folëm këtu për sa i përket të gjithë interesit tuaj, qoftë peskatar, por dhe problemi të midhjes Butrintit që ka qenë një brend thash, ka qenë brend i njohur për sa i përket pjesës time personale. Ka një garanci më shumë. Dhe këtë do ja them, do ja bëj personale. Pse ka garanci? Eksperiencë politike, jam një që kam dhënë prova dhe në drejtimin politik qarkut Vlorës, se ju një pjesë tuaj më njihni. Filozofia ime është pushteti nuk të bën më të mirë. Pushteti nxjerr pa dobësit e karakterit njeriu. Unë këtë mundohem ta përmirësoj veten time duke qenë në komunikim me të gjithë njerëzit që mundohem të përfaqësoj. Me votën tuaj, mua vjen mbi forcë. Puna është të kesh dhe argumentin, po dhe të kesh dhe peshën të dëgjojnë. Një deputet që kur flet dhe një përfaqësues politik, zëri i tij është i fortë dhe është një zëj argumentues. Patjetër që duhet votojmë numri 5, sipas meje, se është Partia Socialiste dhe ajo është kryesorja. Pa qeverinë e PS-s, edhe vlera ime dhe zëri im është i pavlerë. Damiani do votën e çdo qytetari sarandiot apo kudo që të jetë për të pasur një kredi morale, një forcë të tillë me qëllim që të punojë për interesat e komunitetit ku përfshihet dhe interesat e grupimit tuaj. Po një gjë thash duhet ta them. Nga mua do keni komunikim në drejt për drejt, sa herë të keni probleme, do t'ju dëgjoj, do marr përsipër të mbroj gjërat që mund mbrohen dhe që mund të realizohen. Këtë e kam unë në dorë, sepse kjo ka të bëjë me vullnetin dhe gatishmërinë time. E shqetësimi për mirë është një gjë e vërtetë. Vendoset tamam pikant. Kjo se nuk ka mirë, atje nuk ka asgjë fare. 97 kur u mbyll mirja, Krishmëria dhe ata punë atë ku s'mban. po ju zë ben zot. Kam pa turi lloj majmuni, turi lloj deputeti. Po ju garantoj, edhe po ju betoj në fytyrën time, nëse njifti për burr të mirë, që ky burri këtu nuk është si këta zagar, po ka ndryshim. Është qytetar, është njeri që të hap derën, është njeri që të vije mrapa, është njeri që të pyet çfarë halli keni, është njeri që bën maksimumin për njerëzit. Jam miku juaj e shoku juaj, kështu që ju lutem mos e çoni dom atë plumin e armikut, po jepja një burrit mirë që ne ta respektojë dhe ta nderojë. Se kjo punë ka shku me misi, e ka shku me burrni. Respekt dhe shumë faleminderit.